Alba Story prezanton. Jam një burr 40 vjeç dhe jetoj në një shtëpi me vëllaun tim. Në shtëpi ne jetojmë të ndarë. Unë mbaj katin e parë të shtëpisë, ndërsa vëllau im ka katin e dytë. Fati i vëllaut tim ishte i tillë që ju deshte merrte rrugët e kurbetit. Ai punon prej vitesh jashtë shtetit në ndërtim për të rregulluar jetën dhe gjendjen e familjes së tij dhe kthehet vetëm ja 2 javë në vit për pushime. Kështu që nusja e tij, pra kunata ime, e kalon thuajse gjithë vitin e vetme, duke u kujdesur për pjesën e saj të shtëpisë. Kunata ime është pak më e re se unë. Të them të vërtetën, ajo është një nga ato gra që e ketë pamundur të mos të shkojnë sytë nga ajo. Ajo është një grua e mbushur, me ca forma jashtëzakonisht të theksuara që binin në sy pa pasur nevojë të bënte asgjë. Kur fillonte vapa dhe dilte në obor për të bërë punët e ditës, ajo vishte gjithmonë ca fustanat e thjesht që i rrinin shumë ngushtë. Ato rroba merrnin me një herë formën e trupit të saj të plot, me çdo lëvizje që ajo bënte. Edhe kur merrej me punë të rëndomta, si për shembull, kur nxirrte rrobat në tel për t'i tharë, apo kur pastronte shkallet, ajo kishte një ecje të lirshme, por krejt provokuese. Ajo e dinte shumë mirë që binte në sy. Unë mundohesha të shihja punën time, por sa herë që e kisha afër, vëmendja ikte vetvetiu tek ajo. Ajo e dinte këtë gjë dhe dinte si ta përdorte. Gjatë gjithë verës, ajo gjente çdo lloj sebepi për të ardhur aty ku isha unë. Tani në një ditë korriku, që vapa ishte vërtet e madhe, unë kisha nxjerrë sepatën në obor dhe po prisja disa trungje të trasha për t'i bërë gati për furnizimin e dimrit. E siç e dini, kjo lloj pune ka shumë lodhje. Pasi kisha qarë një 20 trupa, unë ndala pak të fshija djersën dhe të pija një gotë ujë. Ajo kishte qenë në balkonin e katit e dytë dhe po më shikonte. E pas pak e pash që zbriti shkallët. Kishte mbushur një gotë e madhe me ujë të ftohtë nga çesmja, erdhi pranë meje dhe e la gotën mbi një trung aty që po priste që unë ta çaja. Po shoh pak se e mbyte veten, me tha ajo. Unë e mora atë gotë dhe piva ujë, e ajo rrinte aty. Qëndroi aty por ishte shumë afër meje. E kishte veshur atë fustanin e hollë që i rrinte ngushtë siç ju thash më parë, e që i theksonte çdo linjë të trupit. Kjo shtëpi do të kishte mbaruar me kohë nëse nuk do të ishe ti, me tha ajo. Ai vllau yt vetëm dërgon lek dhe mendon se e ka bler zgjidhjen, e nuk e ka iden se si mbahet shtëpia, me tha ajo mua për burrin e saj. Si ktheva përgjigje, e dëgjoja pa i folur. Ajo kishte një ankesë shumë të hapur në fjalët e saja e një lloj inati ndaj jetës që po bënte. Por kishte edhe diçka tjetër. Kishte si një lloj ftese që ajo ma lëshonte dita ditës. Netët në këtë fshatin ton janë shumë të qeta. E ndonjëherë errësira bie dhe vetmja gjë që mbetet është
te ulesh në obor për të shtyr orët, sepse s'ke çfarë bën tjetër. E një pasditë e vonë, unë kisha nxjerr një gotë me lëng, frutash dhe porrijat e tavolina e drunit që kisha në tanën e rrushit. Ajo doli nga dera e saj dhe erdhi drejt meje. Si duket kishte bërë një dush të freskët, flokët i kishte të lagura, e i kishte lëshuar dhe era e shampos mbushi atë oborrin tim. Mori një karrige dhe ul përballë meje. Kjo qetësi nuk shtyhet fare, me tha ajo. E filloi ngadalë të fliste për rininë e saj, për faktin që ajo ndodhej e mbyllur mes atyre 4 mureve të gurta e harruar nga burri i saj. Ndërsa po fliste me mua, ajo ndërroi pozicionin e karrige dhe kryqëzoi këmbët. E fustani i saj u ngrit pak. Format e saj trupore ishin pikërisht aty përballë meje, e ajo kuptoi që unë po shikoja. Era frynte, e ndërsa ajo, me dorë mbante fustanin, e thjesht busjesht e lehtë, por mënyra se si ajo sillej, mënyra se si me fliste gjithmonë me nënkuptime, e bënte gjithçka shumë më të vështirë për mua. Unë jam burr, jetoja vetëm, e kisha përballë një grua jashtëzakonisht të nxehtë dhe provokuese, e cila hapur fare po më tregonte se çfarë kërkonte. Por gjërat mbërriten aty ku s'mbante më. Ne kemi një qilar shumë të vjetër poshtë katit të parë të shtëpisë. Është, siç të them, një dhomë gjatë me mure guri, ku mbajmë fuqitë e ufulles dhe gjithë zahiretet e tjera për dimrin. Qilari është gjithmonë i freskët e gjysmë i errët, sepse merrte dritë vetëm nga një dritare e vogël që ndodhej lart afër tavanit. Atë pasdite ajo më thiri. Me kërkoi të zbrisja në qilar me te, sepse donte të sistemonte disa arka të rënda prej druri që kishte mbledhur disa molla e nuk i ngrinte dot e vetme. Lash çdo gjë që kisha në dorë dhe shkova pas saj. Zbritëm shkallët e ajo po ecte përpara meje. Edhe kësaj radhe kishte veshur një nga ato fustanet e saj të ngushta që mbërthenin kudo. E çdo hap i saj në ato shkallë ishte një provokim me vete. Kur hym brenda në qilar, në atë hapësirë të ngushtë, e fuqitë me dha zinin pjesën më të madhe të dhomës, e arkat që duheshin lëvizur ishen tamam në qoshën më të fundit. Për të shkuar atje na duhet të kalonim mes një shtegu mjaft të ngushtë. E unë eca drejt arkave, fillova t'i ngrej një nga një, e t'i zhvendosja sipas radhës që ajo donte dhe më thoshte se si t'i palosja. Ajo nuk qëndronte me një anë, ajo më rrinte fiks pas shpine, e çdo herë që kthehesha për të marrë një ark tjetër, me duhej të kaloja ngjitur me te. Trupi i saj plot forma ishte pengesa ime, por ajo nuk me hapte asnjëherë rrugë. Kur ngrita arkën e fundit dhe e lash sipër të tjerave, u ktheva për të dalë jashtë. Ajo kishte bërë 2 hapa përpara dhe kishte zënë fiks mes atij shtegu mes fuqive të drurit, e nuk kisha nga të kaloja. Kur u gjendesha përpara saj, u ndalova. Prita që ajo të kthehej dhe të dilte, por ajo nuk lëvizi. E shikova, e i thash, mbarova puni, thash, që ajo të ikte, por ajo nuk e largoi as vështrimin drejt meje. Po ç'ke që nxiton kaq shumë, me pyeti ajo. Çfarë ke jashtë që nuk e ke këtu brenda?
me pyeti përsëri. Ajo bëri vetë hapin e vogël drejt meje, duke zhdukur çdo lloj kufiri apo çdo gjë që kishin pasur deri në ato momente. E tani provokimet e saja nuk ishin me fjalë, ishin me veprime. E dija dhe rrezikun dhe e dija se çfarë po bëja, por ishte e pamundur të ktheheshe pas. Prandaj edhe unë ju ofrova plotësisht. Pa i thënë asnjë fjalë dhe pa apritur me gjatë, e kapa dhe e putha aty mes atyre fuqive të ufullës. E ajo këtë gjë kishte pritur nga herë. Ma ktheu puthjen me të njëjtin pasion, duke mbyllur brenda atij qilari të gjitha ato javë të gjata që kishim kaluar duke ngacmuar njëri tjetrin me fjalë. Ishte një puthje e gjatë, e vërtet, një puthje që filloi nga buzët, kaloi nga gusha, pastaj nga fyti. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.